nuk mundën të përmbaheshin nga emocionet. Vargjet e tekstit Unë biri yt u interpretuan nga nxënësit e shkollës së muzikës Prenkjakova, të cilët performuan në koncertin e 7 qershorit në Vjenë. E për këtë eksperiencë, na tregoi më shumë dirigjenti i korit Kastriot Sada. Ka qenë një prej përvojave, kisha më thonë, më të veçanta, më emocionale dhe më sfiduese deri më tash që i kemi mbajtur ndër vite të shkollës së muzikës. Them me përgjegjësi shumë të plotë se jo me bart vogël kam shku aty me interpretu, se dihet Vjena vendi i artit, kulturës, traditës, e veçanërisht muzikës profesionale klasike, por them që nxënësit kanë jap maksimumin nga vetja atyre. Sada tregoi po ashtu për emocionet gjatë interpretimit të veprave shqiptare dhe se si u pritën nga publiku në Vjenë. Vepra shqiptare kanë qenë ato të cilat kanë qenë jashtëzakonisht të mirë të punuara, të cilët ndoshta edhe ne kemi qenë më të emocionuar dhe kjo ka bërë që ndoshta të depërtoj më mirë, më lehtë dhe më bukur të publiku vjenez dhe jo vetëm sepse salla ka qenë e stërmbushur them me publik dhe nga kritikat pas koncertit, domethënë jam jashtëzakonisht i kënaqur që kemi pas një kritikë jashtëzakonisht pozitive nga njohësit e muzikës në Vjenë. Kori i shkollës së muzikës Prenkjakova performoi edhe pranë katedrales së Shën Stefanit, performancë e cila tërhoqi vëmendjen e shumë kalimtarëve.